shkollore, vlera cila sillet nga gjysmë milioni euro deri 2.5 milion euro, shkolla e mesme profesionale ekonomike Isa Bolitini dhe qendra e kompetencës që është financim komplet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kjo është puna, këtu janë projekte. Tjetër, çka kemi bërë për qerdhet? 8 qerdhe dhe shkolla. Kemi filluar ndërtimin e kuzhinës qendrore për të siguruar shujtat e ngrohta fëmijëve në parafillor dhe gjithë atyre që do të vijojnë mësimin gjithditor gjatë këtij mandati në gjitha shkollat e komunës tonë. Nuk bëjmë eksperimente çfarë kanë bërë disa komuna fëmijë të dështura, por këta nuk mund të marrin model të mirë, po marrin model për dështimit. Dhe krejt qëto janë punë të cilat do të vazhdojnë në mandatin e ardhshëm edhe me 14 qerdhe të reja. Edhe 14 ka nevojë për 14 se mos po bëhen si shopa. Gjithkund ku kemi fëmijë, do I bëjmë qerdhet publike. Në çdo fshat ku ka nevojë për fëmijë, edhe ka nevojë për qerdhet, do t'ja u bëjmë qerdhet. Do I ndërtojmë edhe të anekse, zgjerime të hapësirave shkollore për me mujt me kriju kushte potenciale për me fillu mësimi gjithditor. Bulliqi, depolitizimi edhe presioni që e përmendi. Depolitizimi. Une po pyes publikisht, qytetarët e dinë, po pyes publikisht këta që po politizojnë sepse ju ka met ram sepse për 20 vite veç me politikë janë marrë shkollat. Ma gjeni një drejtor shkolle I cili I takon subjektit tim politik. Une, ja u gjej ka 10 drejtor shkollash që sot I kam, që janë pjesë e subjektit politik për cilën këta flasin, qoftë njerit, qoftë tjetrit, pa të keqen nuk po du me u përmend emrat, po po ja u përmendin që dojnë shkollat, ku I kanë politik. Ku e ka njerin e dytë, ku e ka njerin e dytë, në udhëheqjet shkollës, njerin e dytë e ka, që e ka në listë veten, Ky politikani I ri, njerin e dytë e ka në listë vete, zgjedhore, e ka në udhëheqjet shkollës, dhe ato u pranu pa konkurs. Sa ju thoni si keni këshyrë fare, kush qysh tek, kemi zgjedh njerëz profesional, pavarësisht cilave subjekte politike. E kam gjetë, lutem veç edhe që do ta mbylli. I kam gjetë drejtor të shkollave. Nja 14 ose më tepër drejtor shkollash që kanë marrë pa kontrat pune në mandatin kur e kanë marrë, në fillim të mandatit. Për arsye se kanë dashur me I majt njerëzit në presion për me mujt me shfrytzu politikisht. Sot drejtorët e shkollave, drejtori I arsimit, e bojnë punëve të mirëfillt, shkollat janë të furnizuara me kabinete, me laboratore dhe ato të